është çështja që kur ka islamofobi, ka islamofobi. Për shembull, në Shqipëri, t'jap një shembull për shembull në Shqipëri, në një vit, nuk u mbaj mend cilin vit, por ndodhi që në një vit u mbajtën zgjedhje lokale në ditën e Bajramit. Tani më thuaj ti nëse kjo nuk është islamofobi, edhe ti u ngritën shumë persona, duke thënë që po shiko se nuk e kemi bërë me dashakeqësi, nuk e kemi bërë qëllimisht, nuk ka probleme, nuk ka rëndësi ke bërë se ke bërë qëllimisht. Vetë fakti që ti nuk e ke marrë parasysh që ke një komunitet me shumicë, domethënë je një vend me shumicë muslimane dhe muslimanët përpojnë komunitetin më të madh, atëherë ti nuk e merr parasysh këtë fakt, vetë ky fakt tregon që është islamofobi. Për shembull, imagjinon do ti për shembull në Gjermani ose diku tjetër të bëhen zgjedhje lokale për Krishtlindjet ose për vitin e ri. S'ka shanse. Nuk ka shanse të organizohen zgjedhje për një ditë feste për një komunitet fetar, caktuar. Kupton, ose për një festë pagane siç është viti i ri. Nuk ka shanse se për ditë pushimi është ditë feste. Kështu që edhe kjo është islamofobi, thjesht ne nuk e kuptojmë, ne nuk arrim ta analizojmë.